që të ndjekën dhe janë shumë, janë pa fund, pse ishe në Siri këto 3 ditë kullat, në një fa mënyre, fakti që ti tani një njeri publik dhe shumë i njohur. Po nga pjesë Siri gjithmonë, ti e di. Jo, i sekundë. Gjithmonë e më shumë, ti detyrohesh një lloj transparence publikut. Pas mund të jesh unë asnjëri të asnjë si detyroj. Pse? Po s'vajem nga asnjë, kështu që çfarë detyrohet. Unë them gjërat siç janë. Ma futi këtu. Njësoj si Lymi, por në një plan tjetër. Dgjoj, o kulla, pse ishe në Siri? Po që më kësha ca miq vjetër për taku, ka marru lufta edhe isha. Po. Mos. Më doa se isha një mision pak minës, ishte pse kaq. Po pse me qenë do ta them ty këtu? Po se në thuash asgjë të fatën. Po e mund u kënaq, ja kalova shumë bukur, ishte ja, ndërkohë po shohim fotot. Ja, Aga është një miku im i vjetër, është kurd nga Damasku, Aga. E ka emrin Aga? Po, është një burr një gati 80 vjeç, shok i ngushtë me Öcalanin. Mbamën Öcalani i famshëm që është në burg në Turqi. Öcalanin e PKK-s. I PKK-s, po bravo. Öcalani është kurd më duket. Po kurd, edhe Aga kurd është. A, është dhe ky kurd. Edhe ka një shtëpi të bukur me obor që ashtu të vjetë. Pra u kuptua, miqtë e tu në Siri janë kundërshtarët e... Jo, miqtë e janë të gjitha kratë. Al Gjulanit, si e ka? Jo, janë me gjitha kratë. Okej. Ky fëmija këtu është një jetim, lufta ka... Ledio, mos kalo ka i shpet tani të lutem, sepse nuk ka kuptim. Të marrën veç qatë që ishte Aga njerë. Të lutem, mos kalo ka i shpet, do të them unë kur të ndrosh fotot. Aga është një miku im i vjetër, thash. Po nga i gjithë këtë mikë të vjetët ti? Po, ti mba më mirë sa herë ka punë Siri, se mbaj më sa herë ka mbaj. Po vla, unë i ngatroj vëndet e botës, e asaj botës andej, se ti ke qenë në shumë vëndet. Po, këtë për shumë e ka maruar të detaj, që ti ke qenë shumë shpesh në Siri. Po, këtu e 20 sa vjetë për para, jo tani? Po, i më tani, si mund niset njeriu tani? Me avion. Jo, prit. Si mundës njeriu për të takuar sa miq? Po. Të vjetër, kot, nuk nisesh kot. Ka një ngjarje, ka një gjë, pra ka një gjë për të bërë atë. Po ka mbaru lufta, duhen taku miq, se vdesin pastaj po s'është. Ja, Aga për shembull është burr i vjetër, u kujton kur jemi taku për herë të fundit bashkë, kam qenë në shtëpi ti, sa kishte filluar lufta në 2012. Kam qenë në shtëpi tjetër dhe Aga më thret mu general. Po pse? Po kështu më thot, edhe është fiksuar, edhe qau dje, isha dje zu kështu përmallua shumë. Je te shtëpia? Po, te shtëpia, se më thas, nuk më shkoi mendja tha që do më gjesh gjallë, tha se luftë gjatë nuk ka kaluar 12-13 vjet luftë, domethënë. Në ndërkohë te shtëpiet mi dha një miku im tjetër, mi dha dhurat, po, Damask, po. Janë te shtëpia Fildishi kështu të kënduara për mirë, domethënë. Të lezetshme shumë. Po. E Aga tani ka, dhe së thuash Aga vetë ç'lidhje ka me luftën që është bërë atje? S'ka lidhje, është banor i vjetër, është kurd, se Siria është multietnike dhe jeton në Damask. Po ka jetu gjithmonë në Damask. Është shok familjerie dhe me Öcalanin. Öcalani ka 25 vjetë që kanë futur në burg, domethënë. Qartë. Edhe Por Öcalani ka vdekur apo është gjatë? Jo, është në burg, është në Turqi, në burg. Ah, dakord. Si kundërshtari i kujt? Si kundërshtari i Turqisë, pra kreu i PKK-s, i ushtrisë. Po do t'i thuash se ti kujto se njerëz të dinë këto të Sirisë dhe këto vlla. Shpjegoj çik më të thjesht. Öcalani është njeriu që është konsideruar armiku më i madh i Turqisë që nga themelimi i Turqisë së këtej me kurdët. Tani duket që është i gatshëm bën një marrëveshje të madhe për shpërbërjen e PKK-s, pra të Partisë Komuniste Kurde, që ka qenë dhe ajo që ka bërë luftën në Kurdistan kundër Turqisë, terrorizëm, lufte. Dhe Öcalani është në burg edhe dje kujtuam, Aga më tregoi fotot me Öcalanin, kur shkonte Öcalani. Se Öcalani vazhdon të kenë ndikim mbi kurdët atje. Në fort është lider i shpirtëror. Është një lloj Che Guevare, po themi. Është më shumë se aq. Më shumë se aq. Është shumë se aq, është lider i shpirtëror i tyre dhe po flisnim për luftën, po më tregonte si ashtu se mosha bën vetëm për shkakun. Dhe çfarë thoshte për liderin e ri të Sirisë sot? Po jo, ishte i lumtur që ka ikur Asadi. Se ishte kundër Asadit? Po, madje më tha, iku tha faraoni, tha më në fund, tha. Faraoni e quan Asadin? Po, iku faraoni, tha më në fund. Si që thonë ndoshta për Ramsin 4, kur të iki në vitit 2020-2050. Iku Ramsesi i faraoni e Egjiptit, ha? E o kulla, po se shu i bje. Asadi sa vite ishte? Asadi ky djali nuk qëndroj shumë, ky 20... Se ishte babaj para? Po, ishte babaj, dhe më thëmë. 20? Po, ky në 2000 është bërë, kështu që 2000 me 2024, 24 vjetë. 24 vjetë? Po. Ramsi është 12, pra ka kohë akoma? Më se di, këta tanët unë i di që janë gjithë që nga 91. Jo, flasë kryeministën detyrë më burë, politikë të ashtu janë shumë. Po. Digjo, përveç Agës, jebi Ledio foto tjetër? Të lutem foto tjetër. Ishte një foto me i djalë të vogël, nuk e di si i ke radhë me fotove, se ka disa fotokulla atje, për të kuptuar pak. Ky djali ishte, se shkova një qendër bamirëse, këshin mbledh jetimët,
e luftës, se lufta ka lënë shumë jetim. Edhe ky djalë ishte një jetim i vogël që shërritet aty dhe shkova vizitova shtëpinë, kisha djem dhe vajzat vegjël. Është tip jetimore? Ishte një jetimore të një qendra bamirëse Keftaro, në emrin e ish kryemiftiut të Sirisë, unë i kam një shtëpie. Edhe ishte shumë emocionuese sepse kishim mbledhur kujdeseshin dhe në gjithë të tragjedit madhe, ajo shpirti për ta rikthyer jetën dhe për t'i dhënë vlerë gjërave në jetë, dhe një nga gjërat është ajo për t'u marrë me jetimët, për t'i asistuar. Vazhdojmë le të foto tjetër? Kuptuar pak atmosferën e Kullës dhe pastaj do t'i bëj një pyetje Kullës. Edhe Mysymi do ta fus fakte kjo, t'i bëj një pyetje. E hoq mikrofonit ti, pse? Ua, sa i madhe mirë, mbajnë që këtë, jo, mbajnë këtë se do të bëj një pyetje jonë që të më përgjigjesh. Po jo tani, ti vetëm mbajnë lere atje në tavolin. Ky ishte një klerik, një hoxh, një drejtori i qendrës Al Furkan aty te kjo qendra, dhe po më tregonte që shumë shqiptar nga Maqedonia, Kosova, Shqipëri kanë qenë student ti, ca që unë edhe një në të kaluarën, edhe po... Ky është hoxh synit apo shiit? Synit. Synit, po. Edhe, jo, po, ta një synit. Po këte e një vjetë jo? Jo, ishte miki një miku tim, do më thënë, dhe po flisim, kur e mori vesh që jam nga Shqipëria, po më thoshte, si është filani, po më pyste për këta. A, njëfse? Po sigurisht, i kështë pas student, do më thënë. Edhe ky gëzuar, edhe ky është i gëzuar që i ku Asadi, që të gjithë gëzuar. Sepse Asadi ishte një përfaqësuesi një diktator. Presim të shohim në një foto ku të shohim në njërin që nuk është gëzuar që ka i. Ata që nuk janë gëzuar që ka i Asadi kanë ikë jashtë, kështu që s'janë. Nuk je takuar. Jo, po s'janë aty, janë jashtë, janë në Dubai. Prandaj si ka takuar pra? Po pra, ka ca që janë në Rusi, ka ca që janë Kazakistan, ka ca që janë Bielorusi, ka ca që janë Evropë, po kanë ikur shumica. Jepi radio? Jepi radio shpejt? Të shohim fotot e tjera para se të flasim për gazën. Edhe ky, apo i njëjti është? Jo, është një tjetër, ky është një djalë i është drejtori i bibliotekës aty pse ishte një bibliotekë dhe më treguan digitalizimin e bibliotekës si një projekt tash pasi mbaroi lufta për të digitalizuar dhe për të arkivuar gjithë librat e vjetër, se ki parasysh që Damasku është qytet shumë i vjetër dhe ka libra të jashtëzakonshëm. Edhe po më tregonte dhe fotoja është kështu pamend, po më tregonte çfarë kanë bërë, si i kanë ruajtur librat gjatë luftës, ku i fusnin sepse kishin frikë jo bombardimet, jo. Edhe ishte një rrëfim shumë interesant, domethënë. Jepi radio. Shohim fotot e tjera të Kullës. Nga Damasku në Siri. Ja, këtu jam me drejtorin e kësaj qendrës. Kush është drejtori? Ky është një hoxh, ai zotëria që është aty. Se ai quhet drejtor, nuk quhet hoxh. Jo, është hoxh si profesion, por është drejtori i kësaj qendrës Keftaro që kishte këto gjithat brenda dhe po flisim, po më tregonte edhe ai që është shumë e rëndësishme që tani vendi që është hapur, vinë sa më shumë njerëz ta promovojnë sa më shumë rihapjen e Sirinë e re, ndryshimin e madh epokal që ka ndodhur dhe biseda të lira. Vazhdojmë Ledio? Vazhdojmë Ledio? Kjo me Agën pra. Ky është Aga, po nga një drejtim tjetër foto, po. Sa vjeç të Aga ti? Vazhdoj Ledio. Aga është diku 80 vjeç. Ky e ka kapur luftën e dytë botërore. Ja. 80? Jo? Jo, se e ka kapur. Ka lindur në fund. Ka lindur, po. Po, Siria së shpregur nga lufta. Jo, thash po të jeton të këtu, mëse këshmi debat me Lymin brillant që parë, po. Por më është brillant. Vazhdojmë që kjo është një video që ke bërti duke hyrë në Damask? Ajo është një video sa del nga aeroporti. Sa del nga aeroporti. Po këtu të ke Prishtina ku je? Kjo është tek qendra olimpike e Damaskut. Shkova pash edhe stadiumin e ri, stadiumin që është domethënë që ata po e lyenin, po e bënin gati se duan të rikthehen. Dhe kjo është një qendër olimpike për notarë, duke pasur parasysh që Siria ka det, po jo në Damask. Deti është në Latakja dhe Tartus, pra është larg nga ty. Edhe shkova pash, ishim Bladrinia, ishte dhe një si tip restoranti aty, domethënë. Jeta vazhdon. Çfarë ngre atje ulla me qira fjala? Pa ta kanë ushqimet mira. Çfarë ushqime? Me kë ngjasojnë? Ajo që ne njohim si kuzhinë libaneze, në fakt është kuzhinë siriane. Po. Shumë erza me gjëra. Po me erza, mish, pul, peshk, ajo që ne njohim si kuzhinë libaneze është kuzhinë siriane. Mishderi zbet fjalë. Po ka dhe mishderi se ka të kryshterë atje. Damasku njerë ka rreth 15-20... Po ku e gjejmë ishën e derit? Pse e sjellin? Po rrisin vetë ata të kryshterët. Zërbe? Po normal, muslimanët janë tjetër gjë. A lejohet ati ku janë të kryshterë, lejohet të rrisin derit? Po lejohet edhe... Në shtëpitë, në jetën e tyre është pavarësisht edhe
qeverisë së re vazhdon mbetet shtet laik Siria, kupton, nuk është. Kjo pamje këtu që më ke nisur. Kjo është një nga qendrat e Damaskut. Aty përballë është ajo kodra, si më thënë, mali i Damaskut që quhet qendra Kasion. Ajo ndërtesa e bardhë që shef është hoteli Four Seasons, që është kthyer që nga fillimi i luftës së këtej, sepse ishte ndërtuar pak para se të fillonte lufta nga emiri i Katarit, dhe pastaj u kthye në qendrën e OKB-s. OKB-ja gjatë gjithë kohës luftës i ka pas zyrët aty. Dhe përtej asaj është Ministria e Mbrojtjes, e cila u bombardua nga Izraeli para 2 muajsh mes ditës me raketa dhe u prish. Pra jemi në qendër të Damaskut, po siç e shef ka jetë, makinat lëvizin. Pra nuk dalloj, nuk bante me era lufta atje. Dallohet, sepse shikohen lagjet e shkatruara, nuk është më ajo pastërtia e dikurshme atje. A dallohen lagjet e shkatruara? Po, sigurisht, po ka ajo që është e rëndësishme, shikohet që ka një dëshirë për t'ju rikthyer jetës. Po e dallon që nga aeroporti, për shembull dikur më përpara kur shkojnë në aeroport, kishte shumë polici, siguri, të pyesnin pse po vjen, ku po shkon, si etj. Pavarësisht se unë kam pas gjithmonë miqit që dilnin prisnin në aeroport, po ka pas një lloj. Tani ishte më lirshëm. Tash ishte lirshëm, sigurisht do paguash vizën edhe do hysh. Ti vetë ku fjetë kullan, ç'a hoteli? Në një hotel aty në qendër. Këtu nuk je në hotel? Jo, këtu jam te shtëpia një miku tim, domethënë. Edhe isha për drek në periferi. Këtu është një 20 km larg nga kufiri i Izraelit dhe një 20 km larg nga Damasku, që është shtëpia. Po me dash me shku në Izrael nga Damasku, kalohet kollaj? S'kalohet dot fare se. Pse? Janë gjendje lufte, nuk një. Kush është gjendje lufte? Siria me Izraelin nga gjithmonë gjendje lufte. Si u kam dyshuar? Ja lartësit Golan, ku kanë dyshuar? E bombardoi pra para 2-3 javësh për të fundit. Qeveria aktuale sot nuk është anti-izraelite, apo jo? Qeveria aktuale sot është anti-izraelite, për sa kohë nuk ka një marrëveshje paqe. Flitet që do ketë një marrëveshje, një marrëveshje sigurie më shumë se sa marrëveshje paqe, me ndërmjetësim të amerikanëve, po për momentin... Më falë, Kulla, vete kemi thënë këtë studio që në momentin që bombarduan izraelitët, Argjulani ishte dakord që të binte Asadi, apo ndihmoi Argjulani të vinte në qeveri. Argjulani. Qa, nuk po të them bombardimi fundit është para 2 javësh më por? Kë bombarduan ata izraelitët? Ministrinë e Mbrojtjes, këtë që po tregoja, në qendër Damaskut. Izraelitët e kanë bombarduar nga ardhja në fuqi e Ahmet al-Sharës, pra që Al-Gjolanit. Edhe deri sot e kanë bombarduar Damaskun 20 herë dhe plus to aeroportet ushtarake, këto bazat e tjerë, domethënë, ata formalisht janë luftë, plus atje në kufi ndodhet malësit Golan, në lartësit Golan, që janë rreth 40 km nga Damasku, ishe me sy të lirë. Atje ndodhet popullsia druze, arsye për cilën këta janë përplasur dhe kanë luftuar tani. Pise merë një mesazh, po me druzët në Suaida, Suaida, qa bëhet Kulla më thonë, se janë shumë afër Damaskut? Ke dëgjuar plumba dhe bomba? Po. Dhe ati ka përplasje çdo ditë, më thonë? Ka përplasje çdo ditë, po tash situata ka qenë pak më e qetë edhe pikërisht kjo është gjë për cilën po të shpjegoja, që unë vajta dhe afër Suedës, ky vend nuk është larg nga Sueda, por për momentin duket që ka një dëshirë që të relaksohen gjërat, aq më tepër që vjen në momentin që po relaksohen gjërat edhe në Gaza. Që së shumë larg nga aty. Se kufiri i Izraelit nga aty është 40 km nga Damasku. Dakor. Ja, këtu dhe foto jote me këto... Ja, me këto të spje. Me këto të spje që ti falën, ti dhuruan? Mi dhuruan, po. Vazhdojmë Kulla, kështë e ca foto tjera? Apo kaq ishin? Këto janë që një. Këto janë. O Kulla, tani unë kam një pyetje, Olim. Ti e beson Kullun kur thotë, dhe pse ky është njeri që është i lirë dhe s'do të thotë. Merë vetëm mikrofonin baje kështu afër. Sa bukurim i simit tani me një lloj kështu, me një lloj ndruajtje. Jo, si pas teje tani. E beson Kullun kur thotë që unë vajta thjesht për takuar sa miq se s'dua që ata të vdesin dhe mos i shoh më? Se çdo, për çfarë do shkosh në Siri tani Damask, ma thuaj pak. Kulla është duke të fol politikisht. S'foli politikisht, takova sa miq tha. Politikisht po flet. Politikisht se i bëjmë pyetje gjendja e Sirisë, Izraelit, shteti që unë po them, vizita e tij atje më valla. Kulla nuk ka as dajat, as tezën, as hallat në Damask. Pikërisht për të ketë shku për dasëm. Ha, bravo. As Jaltinin në Amerikë. Do shkoj edhe për dasëm, po desh hajde me mua. Dakor. Jo, mos kam hacet për zonën e ty nga dasma, po se dasma është e lidhur atje me shumë punë. Mislim. Kulla ka qenë këshilltari i sigurisë. Bravo.
Dhe nuk është se ka shku thjesht kaq për qef, se Bravo. për qef kështë shku në Dubai. Bravo. Po kam qenë në Dubai. Vete. Këtë herë. Jo, këtë herë, fakt i dhe Siri nuk është normal, nuk është në zakon. Du Ministria e Mbrojtjes, edhe mas 2 javësh ka shku për relax. Po, pra, se kjo është gjëja që na çudit pak. Unë duhet me lexu mes rreshtave, dhe është, po më pëlqen se po tregon ai ça lejohet me tregu. Pra edhe ti je njësoj si unë dyshues apo jo, që kulla nuk thot gjithë të vërtetën. Tregon një pjesë. Nuk besoj kulla është shumë i ftillumën për mos me qenë kaq budall që thot gjithë vërtetën studi. Mos e di pse e kërkon ti. Si mos e kërkoj, kam për detyrë. Dakor, do thonë njerëz, po njerëzit më shohin të noçan, po si se pyeten mua. Edhe ai po bën detyrën. Nëse diçka do të jepte për publikun. Një gjë të vogël fare. Një gjë të vogël fare. A ka pas mbi mesazhe, a ka pas lidhje zoti Kulla me anëpushime që sapo është vendosur me Serisë dhe SDF-s kurdëve thot? Në veri. Jo, unë s'kam lidhje, po anëpushimi është vendosur me ndërhyrjen amerikane dhe po kërkohet që të ketë një marrëveshje të përgjithshme që të ketë një bashkëqeverisje të gjerë mes atyre që kanë ardhur në pushtet, kurdëve, por edhe druzëve poshtë, të ketë le të themi një shtet unitar, po edhe federal në të njëjtën kohë. Një delegacion i SDF-s thot, arriti në Damas para 3 ditësh fiks kur arriti Kulla. Damas është qytet i bukur. Jo, tani unë këtu jam me këtë ta mësimit, po mundohem të gjejmë ca informacione se ti kujton se njerëzit në aeroport për shembull kishte diplomatë gjermanët po kërkonin të japnin ambasadën, diplomatë tjerë perëndimor. Kishte edhe turistë madje. Shumë interesant. Të garantoj që një vend pas luftës që ka dëshirë që të ringrihet është shumë interesant sepse është unik. Mbaj mikrofonin afër, bëre gabim që e hoqe. Asi turist nuk kanë Damas. Nuk ka turist. Këto i thos për të hedhur mirë, për të na krijuar mjergull. Kanë qenë Shqipëri. Besoj ka turist atje. Kanë qenë Shqipëri 96-97 në ca të vegjël, në mosh, me çanta shpinë dhe me kollare të bardhë, që ishin studentë e korpsit paqes. Po, bravo. Ishin gjithë që rregulluan. Ata si mormon, ata mormonët. Apo si janë mormon ata? Jo, më ishte i pronë ushtallar, ishin gjithë ata që nuk u pan më. Mas 98-s. Nuk i kanë pa më këtu. Janë zhdukur. Kjo është teori konspirative. Jo, s'është e kam jetuar unë. Jo, kjo e Shqipërisë është e vërtet kjo, ata që vinin me kështu me këmishat të Po janë mormono. Mormonët, Po. Nuk janë parë më thë misionin, pa edhe në atëherë mbaruan punë dhe ikën, mbaruan misionin. Po jo, kur kam qenë kryetari i kultit 2005, këtu kanë qenë ata shumë vite më vonë se sa. Po tani s'janë më pra, fatikisht. Po janë, po si shohim nëse. Jo, pse si shoh ata do dallohen, kanë këmishë të bardhë dhe atë të zezën nga mbrapa. Po ti më e di, po janë, e kanë kishën e shenjtorëve të ditës fundit, e di atë. Nëse më kullës nuk i nxjerrin dot, atë do donin me po gjithsesi njerëzit që na shohin e kuptojnë vet. Ndryshe s'kishim se shkon, po t'janë nxjerrin. Po pra. Kulla, ndonjë tjetër që harruam nga Siria, luftë, shiko, Erdogani si ka punë tani me këtë Xhulanin, janë mirë. Janë aleat, ngushtë, po, janë aleat. Po këta, po Kurdistani do shfaqet shteti pavarur ndonjë ditë? Jo. Po pse Izraeli po punon dhe Amerikanët që Kurdistani të ketë tani ka një marrëveshje të gjerë, nga marrëveshja e Gazës në marrëveshjen në Siri ka një marrëveshje të gjerë mes vendeve arabe për të larguar Iranin, cilin e larguan nga kjo zonë dhe për të pasur një marrëveshje të gjerë ku Izraeli të jetë i relaksuar dhe Siria të jetë vend unitar. Po Kurdistani? Kurdistani me Sirin. Pa të janë armiqë, kulla, të jeti shumë mirë. Si janë armiqë. Brenda Siris do të ketë, si që ka brenda Irakut, një nga 3 krerët është... Ata kërkojnë shtetin e tyre, pra? Po, jo pra tash i ka ndryshuar, po të them... Si nuk kërkojnë më? Ka një marrëveshje, Öcalani ka bërë një marrëveshje me Erdoganin, kurdët e Siris do kenë një o presidentin, o kryeministrin, o kryetarin e parlamentit, pra përfaqësimin e tyre. Në Irak kjo është mbërritur me kohë dhe kurdët në gjitha hapësirat ku qëndrojnë do kenë autonominë e tyre, pra ka një autonomi brenda shtetit, po do kenë dhe përfaqësimin në shtet. Atëre metodologjik i bie që Erdogani ta lëshojë atë, ta ritë lirë, ta nxjerrë nga burgu. Po kjo është pra marrëveshje që Öcalani do dalë nga burgu. Po kjo s'ka lidhje me marrëveshje, me cila është marrëveshje? Dhe PKK-ja dorëzon armët. Me për kë marrëveshje e ke fjalën? Marrëveshja mes Öcalanit dhe PKK-s. Dakor, se tani të flasim marrëveshjen mes Öcalanit dhe Erdoganit. Pra në të njëjtën kohë Dario Öcalani. Po, sa vjeç mund të jetë ai? 75. Po është mirë, është në formë. Ti se kam pa, po. Ti se ke takuar ndonjë Öcalanin? Jo, po 20 sa vjet në Burg ku s'kam pas rast, vetëm po shkoja ta takoja në Burg në Turqi. Me qira fjala Ledio, ndrohen çik fabulon këtu, para sa mbyllim me kullën, se nuk duhet ta lodh shumë sot, për të marrë vesh çfarë po ndodh në Gaza.